Moroccan Oil, sponsor general i Eurovision. Alice, përshëndetje. Mirë se erdhe në Bordeaux. Mirë se gjeta. Si është jetosh aktualisht para ëndrrën për të shkuar në skenën e madhe të Eurosong? Është fiks si që the, është ëndër. Nuk e di si ta shpjegoj. Si po të flas në këpucë një artisti të ri është, nuk e di, ndjesia ma bukur. Pas festivalit, ti nisi një udhëtim nëpër disa qytete europiane. Si ishte kjo eksperiencë për ty? Përveç ishte eksperiencë shumë e bukur, pata edhe fatin me njoft disa njerëz të mrekullueshëm që kishin ardhur enkas për shteteve tjera për me më taku mua dhe të jemi sinqert, nuk e prisha diçka të tillë dhe ishte diçka që realisht më mbushi. Ndërkohë je takuar edhe me konkurrentët e tjerë, me disa nga rivalët e tu, si kanë qenë këto takime? Këtë vit të paktën, nga që nuk e di për vitet e tjera se si ka qenë harmonia rreth konkurrentëve dhe artistave ndërmjet njëri tjetrit, po këtë vit është secili prej tyre janë extra friendly, janë tanë të shoqërueshëm, janë tanë të, nuk e di, janë tanë të hapun, gjithë kanë energji pozitive, edhe deri tani është perfekt. Uroj të vazhdojmë kështu. Teksti këngës Nan është në gegnisht? Po, është në dialektin geg. Do përkthehet në anglisht? Ja, nuk, nuk ka se e kam provu shumë, por të jemi sinqert nuk dele njëjta kam, nuk merr atë impaktin siç e ka në gjuhën shqipe. Mendoj që është mënyrën më perfekte kështu. Për sa i takon anës skenike, si do të jetë performanca? Ke menduar disa detaje, ke bërë një plan vizual deri tani? Po, edhe mund të them që deri në 80% e kena kriju si ide dhe si koncept, por që jetë surprizë. Më kujtohet Alice në X Factor, i ndrojtur nga emocionet, me duar që i djersisnin, sa je rritur tani artistikisht? Nuk e di, të paktën jam rrit mjaftueshëm që mos më modriu më durt. Kjo është kryesorja. Por të jemi sinqert, janë pak vite, por që jam krenar për gjanat që kam ndodhur. Sa mendon se ky program e vullosi të ardhmen tënde artistike? Mendoj që ky është, nuk e di, ndoshta mund të jetë programi që mu më lindi si artist. Edhe e kam thënë atëherë edhe do vazhdoj për me thënë sepse për hir të saj nuk e besoj se do e kisha të mujtën që në çdo skenë pas X Factorit do kisha të njëjtën siguri, të njëjtën pjekuri artistike, të njëjtën pjekuri edhe nga ana vokale, absolutisht. Nuk e di, jam mirënjohës për jetë. 3 mësime që nxore nga ky talent show. Mësimi i parë është që përveç se të lirohem në skenë, t'i besoj vetes. Se kjo është ndoshta ajo pikpyetje ose ajo pjesa më e vështirë për të kapërcyer nga artisti, sepse krijon jashtëmasit pikpyetje në momentin që je në skenë, sepse mund të interesose apo duken mirë apo jo. Edhe pjesa më e rëndësishme ishte kjo që lej teoritë, lej statistikat, lej çdo gjë. Skena në momentin e parë është për çdo artist, edhe është momenti i vetëm që kërkush nuk mundet me bëjë, kështu që është tanë bota e jotja, kështu që. Edhe kjo ka qenë mësimi më i madh për mua, që jam mësu për me shiju skenën. Kjo ka qenë pjesa më kryesore. Absolutisht, siç e thash, edhe pjesa e sigurisë, pjesa nga ana teknike, janë gjëra që lista vazhdon edhe nuk marrën asnjëherë. Por për me bëj çef në skenë, kjo ka qenë mësimi më i madh. Se duhet me ditë edhe si më e bë. Alice, çfarë përfaqëson për ty skena? Është një arratisje nga realiteti apo një realitet më i fortë? Mendoj që është kjo e dyta, është një realitet më i fortë. Nuk e di, skena është një lloj adrenalinet që kthehet si, nuk e di, e pazëvendësueshme për çdo artist. Ose paktën për mua ajo adrenalina që kam nevojë të përjetoj aq më shpesh që të jetë më vetëm. Sa e vështirë është të mbash identitetin tënd artistik në një botë muzikore që ndryshon kaq shpejt? Të jemi sinqert, nuk është e thjeshtë. Është shumë e vështirë për me gjetë vetveten, për me gjetë atë mënyrën që ti të shfaqesh anën tënde të brendshme si individ, mapa ti do ta shfaqesh si nga ana muzikore që varet se cili stil përshtatet vokalit etj. Atë bëhet një mix edhe fillojnë
3 miliard pikë pyetje që ti nuk je i sigurt se kush është rruga. Unë kam rënë të paktën në një konkluzion unë bashkë me producentin me Erjetin. Kena vendos të paktën shërbave se rasti i këngës i nan, kena vendos ose kena pa një fenomen që ndodh kur i lën teorit, ndodh diçka ndryshe. Nuk sforcohesh, ose më sakt ti besosh asaj gjës në maksimum. Dhe ne kena vendos që të eksperimentojmë, të ndjehena mirë, të kalojmë mirë në studio, ti besojmë asaj gjës që ka dalë ekstrem shumë, edhe ta shohim se çfarë në ardhmja, pa bën një statistik shumë thau, se ku di. Cili është një riu që do t'i jesh mirënjohës për zbulimin e talentit tënd? Atëherë, filloj të prind. Sa tham, më kam një gjuhë duke të nu për herë të parë, ata vendosin që të më fusin në shkollë të muziket, nërkohë që unë nuk isha koshende, ndosha vetëm me lutë futboll. Fillimisht tek ato, pastaj kalojmë tek vllai i cili ishte ai personi që më morri për dorë edhe më prezantoi me muzikën live, me skenën, fillova muzikën live, aty rash në dashni me komplet adrenalinën që folën për pjesën e publikut, që atëherë nuk më shkput më. Edhe sa i përket rrugës të sotme si këngëtar, absolutisht është X Factor. Çfarë fshihet pas hyjeve të Alis? Në skenë, edhe në jetën e përditshme, po njësoj. Se që zgjedhje? Të jemi sinqert, nuk fshihet asnjë gjë. Thjesht nuk e di, thjesht më pëlqen, nuk e di, jam shumë i apasionuar mas aksesorëve, ban sens, por sa i përket skenës, nuk e di, ndodh një fenomen që më vjen një boost, nuk e di, sikur në ndroj kur kam syze. Mund të thjesht psikologjik ose ndoshta jam supersticioz, nuk e di, por që ndodh diçka që më vjen një energji e mirë. Kanë një simbolik aksesorët e tjerë, unazat, parset? Jo. Thjesht jam shumë, nuk e di, më pëlqen shumë aksesorët. Jam shumë marrë me gjetë detaje, gjana që janë me shumë detaje përmbrana. Nuk e di, thjesht pëlqen. Çfarë të frymëzon jashtë skenës muzikare? Jashtë skenës, të paktën, thjesht po flas si shkodran. Na frymëzon çdo gjë. Mjafton të mlidhena me njerëz që dum, ajo është rimbushja e baterisë, sepse jena mësu ta në kohën që të mblidhna, të kënojmë, qeshim, aktrojmë, tregojmë bacavela, tregojmë batuta. Kjo për ne nuk e di as si fuel. Çdo gjë na mbush atë ndjesinë e mirë. Pas Eurovisionit, cilat janë planet e tua? Do të kemi një koncert, një album muzikor, çfarë ke menduar? Nuk du të tregoj shumë, por mund të jetë duke ardhur një album. Alis, shumë faleminderit dhe të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit, nësi është të të në